Banorët e Fushkryes bllokojnë për rreth 2 orë rrugën nacionale që lidh këtë zonë me qytetet e tjera të vendit. Përmbytjet e 3 dhjetorit në Fushkruj kanë shkaktuar këtë revoltim të banorëve të dëmtuar në këtë qytet. Dhjetra banor janë mbledhur në qendër të qytetit dhe protestojnë në thirrjet "Askush nuk kujtohet për ne", si dhe "Duam dëmshpërblim". Edhe pse në këtë rrugë janë fadromat që po mundohen të heqin baltën dhe shkurret që ka sjellë uji i lumit Mozes pas daljes nga shtrati, banorët thonë se pushteti vendor nuk i ka kujtuar këto ditë dhe nuk u ka dhënë asnjë ndihmë ndaj dëmtimeve që u janë shkaktuar në biznese dhe banesa. Banorët bllokuan rrugën kryesore në shenjë proteste dhe shprehen se do të bëjnë të njëjtin veprim çdo ditë, derisa pushteti vendor t'i dëmshpërblejë dhe ndihmat të shkojnë në destinacionin e duhur. Nuk do ta hapim deri në 12 të rrim këtu. Pastaj do bllokojmë autostradën për Shkodër. Unë pikërisht ditën që ka dalë lumi, unë kam qenë në shkollë tu bëm sem. Kam hik nga shkolla sepse kam djalin 29 vjeç paralizum në shtëpi. Kam shku me sekonda, kam shpëtu djalin. Imagjino, nuk ka pyet kush a e ke shpëtu fëmin, a e ke gjallë, a e ke jashtë, a e ke mrena. Nuk ka ujë, nuk kam ku laj, nuk kam ku jap me hangër, nuk kam ku gatuj. Kjo kam me vendi komplet. Çfarë do bëhet me këtë vend? Është kushtu strati i lumit, bashkia i ka dhënë letë. Çfarë do bëhet? Kto është fushtuar? Ku janë deputetat valla? Vinë deputetat tonë që kena votuar, kena dhënë votën valla. Vinë këtu të shohin situatën e gjitha me prefekt, me kryetar bashkie, me 12 deputet. Një nga 12 do të jetë i lirë më. Para 2 herë se do shohin valla. 2 herë shteti asnjëne. Deri këtu në fyt për ata vëllezërit tonë që janë mbytur atje në Shkodër janë në ujë, se ne do ta kishim bllokuar autostradën. Për hir të aty ne kena dalë tu, ke veni jon ku na ka mbytur ujë, se për hir të aty nuk kena bllokuar autostradën. Dalja e lumit Mozes nga shtrati bëri që niveli i ujit të arrit deri në 1.5 metër në 2 lagje të qytetit, Adem Gjeli e Bakush e Visha. Dalja e lumit nga shtrati ndodhi si pasojë e rresheve të shumta që kanë rënë me intensitet këto ditët e fundit, ndërkohë që u numëruan rreth 700 banesa të përmbytura. Uji i shumtë që pushtoi rrugët e Fushkrujës shkaktoi një konfuzion dhe në trafikun e qytetit, ndërkohë që banorët u munduan të shpëtojnë çdo mundi nga banesat e dyqanet në katët e para të ndërtesave.